Përshëndetje të nderuar miq. Jam në fakt duke pirë një kafe dhe më duheshte patjetër për të sjellë pranë jush komentimet dhe lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth ngjarjeve brenda shtëpisë më të famshme shqiptare. Do dua të ndaloj tek një komunikim që ka ardhur ditën e djeshme, domethënë historikisht për herë të parë ndodh që në një format siç është Big Brother të komunikohet se çfarë flitet në dhomën sekrete. Selin, një nga vajzat më të komentuara në fakt të kohës, ka treguar ndjesitë e saj dhe emocionet e saj, domethënë rreth marrëdhënies që ajo ka krijuar me Gimbo. U amendsua, u aludua që Selina e ka ndërtuar këtë marrëdhënie në kuadër të produksioni, që domethënë produksioni ka gishtin serioz që ajo të ndërtojë një marrëdhënie të tillë, të lidhet të krijojë një lidhje dashurie. Unë kam thënë për të qenë koherent në atë që kam thënë, duke njohur mirë dhe duke patur informacione të sigurta nga brenda produksioni, që Selina nuk mund të imponohet me pa dëshirën e saj për të krijuar një ndjenjë, ndërsa Selina ka shprehur pëlqyeshmërinë, ka shprehur emocionin e saj, sepse ajo me të vërtetë, domethënë kam parë edhe unë nga pjesa jashtme që ka një lloj pëlqyeshmërie dhe ka një lloj emocioni kundër drejt të Gimbos. Tani, çfarë mund ta step atë që ta merr këtë hapin dhe çfarë tremb në fakt që ta merr këtë hapin? Unë mendoj që në qoftë se ajo do të vendosë që t'ia besoj në një farë mënyrë zemrën e saj DJ Gimbos, aty do të përfundon loja, sepse ka frikën që marrëdhënia e saj me Mirin, një marrëdhënie tashmë e krijuar brenda asaj shtëpie që po komentohet shumë, do të ketë përfundimi dhe Miri do t'i kthehet aleanca më e kundërt dhe ajo aty do të humbë mundësinë për të arritur drejt rrugtimit drejt finales apo për të arritur drejt çmimit të madh. Por që ka një emocion, që ka një lloj ndjesie, që janë krijuar flutura brenda barkut, këtë gjë as nuk e diskutoj. Domethënë kam qenë i pari që kam patur besimin që Gimbo dhe Selin do të krijojnë një diçka, sepse mendoj që kanë moshë të ngjashme, kanë mendime të njëjta dhe nëpërmjet energjisë që ato të dy japin për njëri tjetrin, normalisht që linden edhe dashuria.